i mori mbi 5% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Por ka që mjaftuan që Aleanca për ardhmërinë e Kosovës të jetë pjesë edhe legjislaturës së ardhshme. Lideri i saj Ramush Haradinaj u bë opozitari i parë që mbrëmjen e së dielës doli para gazetarëve, madje ftoi partinë e dytë dhe të tretën për bashkëpunim. Për të pas qeveri Kosova, tani duhet presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim se blokada është shkaktuar një vit nga kurti dhe vetëvendosje, por pashtu nuk kemi pa një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje, edhe këtë për mi thjeshtu kush o kryeministri. Aleanca nuk ka qitë kushte dhe nuk qetë kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë gjithë për atë mos e vonojmë vendin, nga ne të dy partit, LDK dhe PDK, e kanë një partnerë dhe jemi të gatshëm bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën. Por për një përgjigje nga LDK, Haradinaj i duhet të pres. Kjo me që lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës po e konsideron dorëheqjen. Partia u udhëhequr nga Lumir Abdigjiku sërish u rendit e treta. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras menjëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. E subjekti vetëm që nuk doli në konferencë të dielen pas mbylljes së vendvotimeve ishte Partia Demokratike e Kosovës. Për një konferencë u desh të kalonin mbi 12 orë. Vetëm para ditën e së hënës, Bedri Hamza tha se priti rezultat më të mirë se 21% të votave, ndërsa paralajmëroi edhe proces të brendshëm zgjedhor. Partia Demokratike e Kosovës shpejt do të futet në proces në brendshëm zgjedhor, nuk ka pasur një kohë gjatë zgjedhje prej vitit 2019 dhe do të fillon prej bazës, prej nëntekve, duke i përfshi gjitha nivelet deri në zgjedhjen e gjitha organeve të partisë, sepse realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të kemi një reformë, të kemi një ndryshim edhe të moshës, të gjenive, të profesioneve, gjithçka tjetër. Ndryshe sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje mori 49,30% të votave.